Për herë të parë një panajër ndërkombëtar ndërtimi u çel në Tiranë mesditën e së martës, ku 60 kompani vendase dhe të huaja do të ekspozojnë produktet dhe shërbimet e tyre. Në siglën Realex 2011, ky panajër do të jetë i hapur në datat 6, 7 dhe 8 shtator në ambientet e Pallatit të Kongreseve. Përfaqësues të firmave ndërkombëtare të ndërtimit që operojnë në Shqipëri deklaruan një zëri se ky sektor po zhvillohet me hapa gjigant dhe se biznesi i ndërtimit është si një lokomotivë e cila tërheq 30 deri në 40 biznese të tjera nga pas. We have also concessions for gypsum. Jemi të pranishëm në Shqipëri që nga viti 1995. Sa herë vi në vendin tuaj shoh gjëra të reja, por duhet të them se ka dy probleme. Së pari mungojnë planet urbanistike dhe së dyti sigurimi i pronës. Sektori i ndërtimit është një biznes i cili merr pas vetes dhe shumë biznese të tjera. Është hera ime e parë që vi në Shqipëri dhe më duhet të them që krahasuar me vendet e tjera të rajonit, ju po jesni me hapa gjigant dhe kjo është një gjë shumë e mirë për tërheqjen e investitorëve të huaj. Në fjalimet e ditës së parë të konferencës së biznesmenëve të ndërtimit, Artan Dulaku, pronari i kompanisë Edil Construction dhe njëkohësisht kryetari i bordit të shoqatës së kompanive shqiptare të ndërtimit, vuri theksin në punën e madhe që është bërë nga sektori i ndërtimit dhe gjëra që duhen përmirësuar. Duke mbështetur atë çka tha dhe kryeministri, ndërtimi është faktori i rëndësishëm i zhvillimit të ekonomisë shqiptare. Është e mahniqshme puna e bërë nga ky sektor dhe ecuria e ndërtimeve. Ne thuajse rindërtuam vendin nga zeroja. Gjithsesi duhet të pranojmë se kemi probleme me çështjet urbanistike dhe strategjitë afatgjata procedurale. Gjithashtu duhet pranojmë se taksa e ndërtimit këtu në Shqipëri është disi e shtrenjtë. Vendi ynë ofron mundësi shumë të mira për investitorët e huaj në fushën e ndërtimeve, për turizmin bregdetar dhe turizmin malor. Duhet të them se nga rajoni Shqipëria ka mbetur i vetmi vend që ka ende shumë për të ofruar. Në aktivitetin e parë të këtyre përmasave ka marrë pjesë dhe kryeministri Sali Berisha, i cili pasi vizitoi nga afër tendat e ekspozimeve mbajti një fjalim dhe në konferencën ndërkombëtare të ndërtimit dhe investimeve. Zoti Berisha e cilësoi sektorin e ndërtimit si liderin dhe promotorin e zhvillimit të vendit të ekonomisë shqiptare. Është sektori më i fuqishëm, promotori më kryesor i zhvillimit të vendit dhe si i tillë do mbetet ndofta dhe 2 dekadat që vinë. Vëllimet e ndërtimit të realizuara private dhe publike janë plotësisht të krahasueshme me një vend shumë herë më të madh se Shqipëria. Ndaj dhe unë duhet të përgëzoj të gjitha ata ndërtues shqiptar dhe të huaj që me punën e tyre kanë bërë të mundur krijimin e një Shqipërie tjetër. Panajëri ndërkombëtar i ndërtimeve do të jetë i hapur dhe për 2 ditë të tjera, ku të mërkurën pritet edhe një videokonferencë e biznesmenit me fam botërore Donald Trump.